Unë mendoj se është momenti për të zgjedhë një person si lider në aspektin formal të themi për ta udhëhequr Vlenin, por që realisht mendoj se dhe pasi të zgjedhet ky person, cili do qoftë ai, unë mendoj se të gjitha vendimet brenda Vlenit do të vazhdojnë të miren në frymën e njëjtë, një bashkëpunim që rrallë here kemi pa në skenën shqiptare të partive shqiptare dhe me jetë gjatësi kaq të gjatë siç e kishte Vleni. Kështu që do shohim se si do rrjedhin punët dhe kush do jetë lideri. Okej, por a janë liderët në një linjë, sepse po dëgjojmë deklarata të ndryshme, nga njëra anë dikush thotë se do zgjidhet mes Mexhitit dhe Kasamit, tjetër lider thotë që do zgjedhem një kryesi tjetër e cila do jetë bipartijake. A janë në një linjë të gjithë liderët? Unë mendoj që të gjithë liderët janë në një linjë, sipas mie personalisht, këtë mendoj që secili prej liderëve ka peshën e vet, secili ka kontributin e vet, secili ka një bagazh të madh politik dhe është prandaj e rëndë për ta zgjedhur një si të tillë. Por prandaj nga prizma ime dhe siç unë e shoh dhe këtë vërtet e mendoj, e tham pa një prapavi politike, cili do të qoftë ai që do të zgjedhet, unë mendoj se në Vlen veçmë i kemi eliminuar ato ndarësitë partijake dhe frymojmë si një subjekt, edhe mendoj që tani për tani të gjithë liderët cili do qoftë që zgjidhet për neve do të jetë i njëjtë.